Lojtari tjetër për cilin do flasim sot është Merlin Daku, i njohur për forcën fizike, luftën në zonë dhe instinktin e tij për gol. Ai luan në pozicionin sulmues qendre, dhe është një nga goleshënuesit më të spikatur shqiptar të futbollit. Daku ka lidhur me një nga një transferet në Dinamo të Kosovës, ku që në moshë të re u dallua për aftësitë e tij sulmuese. Hapat e parë në futbollin profesionist i hodhi në Kosovë, por shumë shpejt u transferua në Kroaci, ku formua mëtesi sulmues. Ai u aktivizua te Osijeku, klub ku fitoi eksperiencë të rëndësishme në kampionatin kroat. Këtë periudhës së tij te Osijek, Daku zhvilloi rreth 70 ndeshje zyrtare, dhe shënoi 12 gola. Kjo treguar potencialin e tij si sulmues i fortë fizikisht. Më pas, Daku u vazhdua të luajë edhe për klubet e tjera, ku arriti të përmirësonte statistikat e tij dhe të fitonte minuta të rregullta loje. Hapi më i rëndësishëm në karrierën e tij deri në vitin 2023, kur ai u transferua te Rubin Kazan në Rusi. Daku u shndrua shpejt në sulmuesin kryesor të këtij klubi dhe me një nga goleshënuesit më të mirë të kampionatit. Me Rubin Kazan, Daku ka filluar të gjithë ndeshjet zyrtare dhe ka shënuar 20 gola, duke pasur një ndikim shumë të madh në rezultatet e tij. Ai është vlerësuar për aftësinë për të mbajtur topin, për lojën ajrore dhe për përfundimin e saktë të aksioneve brenda zonës. Në total, në karrierën e tij, Merlin Daku ka luajtur 150 ndeshje zyrtare dhe ka shënuar 40 gola, shifra shumë të mira për një sulmues qendre. Në arenën ndërkombëtare, Daku përfaqëson kombëtarin e Shqipërisë. Ai debutoi në ekipin tonë kombëtar në vitin 2023 dhe gradualisht shkoi në alternativë të rëndësishme në raportin e saj. Deri në vitin 2025, ai ka zhvilluar rreth 20 ndeshje me kombëtarin dhe ka shënuar 4 gola, disa prej tyre vendimtar në ndeshje kualifikuese dhe miqësore. Stili i lojës së Dakut karakterizohet nga forca fizike, lufta me golin kundërshtar dhe vendosja e mirë në zonë. Ai është një sulmues që nuk dorëzohet lehtë, lufton për çdo top dhe krijon hapësira edhe për shokët e skuadrës. Me një karrierë në rritje dhe një rol gjithnjë më të rëndësishëm te klubi dhe kombëtarja, Daku konsiderohet si një nga shpresat kryesore të sulmit shqiptar të vitit të ardhshëm.